apo sikur bota jonë të ishte thjesht një teatër i madh. E po, filozofi Arthur Schopenhauer ishte i bindur për këtë. Sipas tij, pas asaj fasade të bukur të qytetërimit, fshihet diçka e egër dhe shumë e errët. Sot do të zbulojmë pikërisht këtë vizion tronditës të tij. Një botëkuptim që, besojeni ose jo, sfidon gjithçka që mendojmë se dim për veten tonë. Le ta quajmë një udhtim në anën e errët të filozofisë. Imagjinoni pak, një ballo me maska që nuk mbaron kurrë, ku askush, por absolutisht askush, nuk e heq maskën. E pra, pikërisht kjo ishte bota për Schopenhauerin. Ai thot se të gjitha këto rregulla, etika, mirësjellja jon, janë thjesht kostumet e këtij teatri të madh. Tani, pyetja është, çfarë fshihet vërtet kur dritat fiken dhe maskat bien? Pra, le të fillojmë me aktin e parë të kësaj drame, vetë shoqëria si një maskarat gjigante. Schopenhauer këmbgul se ne të gjithë jemi aktor në këtë shfaqje. Do me thënë, ne fshehim instinktet tona të vërteta pas roleve që na është thënë të luajmë. Dhe Schopenhauer nuk kursehet fare. Ai i heq maskat një nga një, pa pikë mëshire. Mendoni pak, kalorsi, mjeku, avokati. Për të, këto nuk janë profesione fisnike, as pak. Janë thjesht maska të sofistikuara që fshehin të njëjtin motiv universal, lakmin për para. Edhe virtytet, si ndershmëria, janë thjesht pjesë e kostumit. Dhe këtu vjen ironia. Ai thot se vetmja klasë vërtet e ndershme janë tregtarët. Pse? Sepse të paktën ata nuk gënjejnë për qëllimet e tyre. Ata e pranojnë hapur, gjithçka bëhet përfitim. Kjo pyetje na çon drejt në zemër të filozofisë së tij. Pra, nëse gjithë kjo strukturë shoqërore, nga ligjet e derit e morali, është vetëm një fasadë, çfarë mbetet kur ajo shembet? Çfarë është njeriu në gjendjen e tij më të papërpunuar, më të vërtetë? E po, përgjigjja e Schopenhauerit, le të themi që nuk është as pak ngushëlluese. Dhe ja ku jemi, maska bie. Në aktin e dytë Schopenhauer na vë përballë asaj që ai e sheh si thelbin ton të vërtetë. Dhe nuk është një shpirt fisnik, jo. Është një kafsh dashakeqe. Bëuni gati, sepse pamja që do të shohim nuk është as pak e bukur. Kjo është ndoshta një nga idetë më të forta të Schopenhauerit. Qytetërimi nuk na bën më të mirë, as pak. Ai thjesht na mban nën kontroll. Rendi shoqëror, ligjet, imagjinojeni si hekurat e një kafazi që mbajnë të mbyllur bishën e egër brenda secilit prej nesh. Po çfarë ndodh kur ky kafaz hapet? Kur shpërthen anarkia? E po, atëherë thot ai, ne shohim fytyrën tonë të vërtetë, dhe ajo është e tmerrshme. Dhe mos mendoni se Schopenhauer flet vetëm në teori. Jo, ai sjell prova të ftohta, të rënda nga historia. Ai na tregon mizorinë e tmerrshme të pronarëve të sklevërve që fshiheshin pas maskës së devotshmërisë fetare, ose, edhe më keq, të merrin e prindërve që elmonin fëmijët e tyre për para. Për të, këto nuk janë në thjesht raste të izoluara, janë dëshmi tronditëse të një egoizmi kolosal që fle brenda secilit prej nesh, thjesht duke pritur momentin e duhur për t'u zgjuar. Dhe pikërisht kur mendon se nuk ka ku të shkojë më keq, Schopenhauer arrin në majën e analizës së tij për ligësinë njerëzore dhe e bën me një koncept të vetëm, një fjalë, Schadenfreude. Është një fjalë gjermane që përshkruan atë ndjenjen që të gjithë mund ta kemi provuar, por që shumë rrallë e pranojmë. Është ajo kënaqësia e fshehtë që ndjejmë kur dikujt tjetër i ndodh një fatkeqësi. Kujdes, nuk është thjesht indiferenca. Është një gëzim aktiv, i vërtet, për vuajtjen e tjetrit. Gjuha që përdor Schopenhauer për të përshkruar këtë ndjenjë është e pa kompromis. Ai e quan thjesht djallëzore. Për të, Schadenfreude është e kundërta absolute e mëshirës, e cila sipas tij është i vetmi burim i moralit të vërtet. Pra, të kënaqesh me dështimin e tjetrit nuk është thjesht një dobësi. Për Schopenhauerin është si të dëgjosh të qeshurën triumfuese të vetë ferrit. Ktu përballemi me një paradoks të madh, apo jo? Nëse thelbi ynë është egoizmi dhe ligësia, nëse jemi kaq të aftë për mizori, atëherë si ka mundësi që nuk e kemi shkatruar ende njëri tjetrin? Çfarë mban këtë shoqëri të mos shpërbëhet? Përgjigjja e Schopenhauerit na largon nga psikologjia dhe na zhyt drejt në arenën brutale të politikës. Dhe kështu arrim tek akti i tretë. Cili është mekanizmi që e mban këtë bishë të mbyllur? E po, për Schopenhauerin harrojeni besimin, moralin apo drejtësinë. Shoqëria mbahet nga diçka shumë më primitive, shumë më e fuqishme, forca e pastër.
Këtu shohim përplasjen kryesore të politikës, sipas Schopenhauerit. Në njërin cep kemi drejtësinë, një ideal i bukur pa diskutim, por në vetvete krejt i pafuqishëm, si një fantazëm pa trup. Në cepin tjetër kemi forcën, sunduesin e vërtet, realitetin brutal të botës. Pra, detyra e pamundur e çdo shteti është kjo. Si ta detyrosh këtë forcë të egër, ti shërbej këtij ideali kaq të brisht. Po mirë, nëse njerëzit janë si ujqër, gjithmonë gati për të sulmuar njëri tjetrin, atëherë shteti nuk mund të jetë një zgjedhje e lirë, nuk mund të jetë një kontratë shoqërore. Ai bëhet një domosdoshmëri e hidhur. Shteti, thot ai, është kafazi që ne ndërtojmë rreth vetes, jo për të na hequr lirinë, por për të na shpëtuar nga vetvetja dhe nga të tjerët. Schopenhauer e sheh evolucionin e pushtetit në mënyrë shumë cinike. Nuk fillon me ndonjë mbret filozof, jo. Fillon me një kryekomandant brutal, më i fortë i tufës, që i sheh njerëzit e tij thjesht si një burim pasurie. Pastaj, me kalimin e kohës, ky rol zbutet pak. Ai bëhet mbrojtësi sepse e kupton që një tufë e mbrojtur është më fitimprurse. Dhe në fund ky sundimtar i forcës legjitimohet përmes një miti të madh. Ai bëhet ati i kombit, një figurë gati e shenjtë, shtylla e vetme që mban qiellin mbi kokat tona. E gjithë kjo logjike e pamëshirshme e çon Schopenhauerin në një përfundim thellësisht autoritar. Pyetja është e thjeshtë, si e kontrollon egoizmin e pamëshirshëm të miliona njerëzve? Dhe përgjigjja e tij është po aq e thjeshtë, me një pushtet edhe më të pamëshirshëm, një pushtet absolut. Pra, duhet një sundimtar i vetëm, një forcë e përqendruar që qëndron mbi ligjin dhe mbi të gjithë të tjerët. Vetëm një autoritet i tillë i padiskutueshëm dhe le ta themi i frikshëm mund ta mbajë nën kontroll bishën kolektive. Dhe pikërisht për këtë arsye, Schopenhauer e përçmon demokracinë. Për të, ideja e sovranitetit të popullit është jo vetëm absurde, por edhe rrezikshme. Ai e sheh masën e njerëzve si një fëmijë i përjetshëm që nuk rritet kurrë, plot dëshia, por pa mençuri, plot fuqi, por pa aftësinë për ta përdorur. Dhe ky fëmijë, argumenton ai, do të jetë gjithmonë prej lehtë, prej demagogëve dinak që dinë si t'i premtojnë ëmbëlsira vetëm për t'i vjedhur pushtetin. Mirë, pasi ka pikturuar këtë tablo kaq të zymt të shoqërisë dhe politikës, Schopenhauer bën një hap prapa. Ai e sheh pamjen e madhe, si thua, e ngre argumentin e tij në një nivel tjetër, në nivelin kozmik, dhe fillon të kërkojë për një lloj kuptimi, një lloj drejtësie metafizike në këtë botë që duket kaq e padrejtë. Dhe kjo është pyetja që mbetet pas gjithë kësaj analize të errët. Nëse bota është vërtet një skenë për egoizmin dhe mizorinë, atëherë ku është drejtësia? A ka ndonjë ekuilibër moral në univers, apo gjithçka është thjesht kaos dhe vuajtje pa kuptim? Përgjigjja e Schopenhauerit është po aq befasuese sa edhe pesimiste. Ai thotë, ne kërkojmë drejtësi në vendin e gabuar. Harrojeni gjykatësit hynor, harrojemi shpërblimet pas vdekjes. Drejtësia, thot ai, është këtu, tani, e endur në vetë fijet e ekzistencës. Ai e quan drejtësi e përjetshme. Çfarë do të thotë kjo? Ligësia jon balancohet në mënyrë të përsosur nga vuajtja jon. Vuajtja pra nuk është një aksident, ajo është vetë dënim. Dhe ky citat ky e përmbledh gjithçka në mënyrë rrëqethse. Për Schopenhauerin, jeta nuk është një dhuratë, është një borxh që duhet shlyer. Vetë akti i të qenit gjallë, me gjithë dhimbjet, zhgënjimet, ankthet, është pagesa që bëjmë për fajin e ekzistencës. Po vdekja, ajo nuk është tragjedi, ajo është thjesht çlirimi final, momenti kur borxhi më në fund shlyhet plotësisht. Dhe kështu udhëtimi ynë në mendjen e Schopenhauerit përfundon këtu, por na lë me një pyetje të vështirë. A është ky bot kuptim kaq i zymt thjesht vizioni një filozofi pesimist, apo është një pasqyrë saktë e realitetit, një realitet që ne thjesht refuzojmë ta pranojmë? Ndoshta vlera e vërtetë e Schopenhauerit nuk qëndron te përgjigjet, por te guximi për të bërë pyetje që shumica prej nesh nuk guxojnë as ti mendojnë. Reflektimi, siç duket, na mbet e neve.